Kur konklava ka zgjedhur një pap, ai pyetet nëse pranon dhe cilin emër dëshiron që të marrë. Nëse refuzon, procedura fillon nga e para. Papa i ri vesh rroba të bardha të përgatitura në 3 madhësi dhe ulet në një fron në kapelën Sistine për të pritur kardinalët e tjerë, të cilët bëjnë homazhe dhe premtojnë bindje. Bota do të di si një pap është zgjedhur kur një zyrtar djeg fletët e votimit me kimikate të posaçme për të bërë që tymi i bardhë të dalë nga uxhaku i kishës. Tymi i zi tregon një votim të papërfunduar. Zgjedhësi më i lartë midis kardinalëve, aktualisht kardinali francez Dominique Mamberti, ngjitet në balkonin qendror të Bazilikës së Shën Pjetrit për të shpallur besimtarëve në shesh Habemus Papam. Në Shqip ne kemi një pap. Pastaj shfaqet papa i ri dhe jep turmës bekimin e tij të parë. Papa i ri hyn në një dhomë që është në anë të kapelës Sistine. Është një dhomë shumë e vogël, e cila është e njohur si dhoma e lotëve. E ka marrë këtë emërtim për shkak të ndikimit emocional të sapozgjedhjes. Në atë dhomë ka 3 veshje të bardha, rroba papale, në 3 madhësi të ndryshme, në thelb shumë të thjeshta, të vogla, të mesme dhe të mëdha. Pra kushdo që zgjidhet mund të vesh njërin prej tyre. Mund të mos i rrinë në mënyrë perfekte, mund të jetë shumë e madhe, shumë e vogël ose shumë e shkurtër, çfarëdo qoftë, por të paktën është e bardhë dhe ai person do t'i vesh ato rroba dhe pastaj do të dalë. Do të ecë nga kapela Sistine përreth Vatikanit, në Bazilikën e Shën Pjetrit, pas harkut qendror dhe do të dalë nga dritaret e balkonit pasi një kardinal t'i shpall turmës. Habemus Papam. After a cardinal announces to the crowd, Habemus Papam. Tani kemi ardhur tek pyetja kryesore. Kush mund të jetë papa i ri i Kishës Katolike Romake? Nuk ka kandidat zyrtar për papatin, por disa kardinal konsideron papnor ose që zotërojnë karakteristikat të nevojshme për të bërë pap. Pasi Shën Gjon Pali II i dha fund dominimit shekullor italian mbi papatin në vitin 1978, fusha e pretendentëve është zgjeruar ndjeshëm. Kur kardinalët të hynë në kapelën Sistine më 7 maj për të zgjedhur një pasardhës të Papa Franceskut, papës së parë nga Amerika Latine, ata do të kërkojnë mbi të gjitha një njerëz të shenjtë që mund të udhëheqë Kishën Katolike. Përtek kësaj, ata do të peshojnë përvojën e tij administrative dhe baritore dhe do të shqyrtojnë se çfarë i nevojitet Kishës sot. Habemus Papam. Pavarësisht se konklava ka prodhuar gjithmonë surpriza, në Vatikan po qarkullojnë disa emra si ndër më të quotuarit për të marrë në dorë fronin. Kardinali Pietro Parolin, diplomat veterant 70 vjeçar, ishte sekretari i shtetit i Franceskut, në thelb kryeministri i Selisë së Shenjtë. Edhe pse i lidhur ngushtë me papatin e Franceskut, Parolin është shumë më i përmbajtur në personalitet dhe diplomatik në qasjen e tij ndaj udhëheqjes se sa jezuiti i Argjentinas, të cilit i shërbeu, dhe ai e di se ku Kisha Katolike mund të ketë nevojë për një korrigjim të kursit. Parolin mbikëqyri marrëveshjen kontroverse të Selisë së Shenjtë me Kinën mbi emërimet e peshkopëve dhe ishte i përfshirë por jo i akuzuar në investimin e dështuar të Vatikanit në një sipërmarrje pasurisht të patundshme në Londër që çoi në një gjyq në vitin 2021 të një kardinali tjetër dhe 9 të tjerëve. Një ish ambasador në Venezuelë, Parolin e njeh mirë Kishën e Amerikës Latine dhe luajti një rol kyç në uljen e tensioneve Shba-Kub në vitin 2014. Nëse do të zgjidhej, ai do të rikthente një italian në papat pas 3 të huajve të një pasnjëshëm, por Parolin ka shumë pak përvojë baritore. Luis Antonio Tegel, 67 vjeç, është në listat e shumë agjencive të basteve për të bërë papa i parë aziatik, një zgjedhje që do të njihte një pjesë të botës ku Kisha po rritet. Francesco e solli kryepeshkopin popullor të Manilës në Rom për të drejtuar zyren e ungjillizimit misionar të Vatikanit, e cila i shërben nevojave të Kishës Katolike në pjesën më të madhe të Azisë dhe Afrikës. Roli i tij mori peshë më të madhe kur Francesco reformoi burokracinë e Vatikanit. Tegel shpesh citon trashëgiminë e tij kineze. Gjyshja e tij nga nëna ishte pjesë e një familjeje kineze që u zhvendos në Filipine.
our ministry of the word, our prophetic. Edhe pse ka përvojë pastorale, në Vatikan dhe në menaxhim ai drejtoi Federatën e Grupeve Bamirëse Caritas Internationalis të Vatikanit përpara se të vinte përgjithmonë në Rom. Et Filii et Spiritus Sancti. Teagle do të ishte në anën e të rinjve për të zgjedhur pap me kardinalët që ndoshta preferojnë një kandidat më të vjetër, papati i cili do të ishte më i kufizuar. Ai njihet si një komunikues dhe mësues i mirë, atribute kyçe për një pap. Megjithatë, qëndrimi i Teagle në Caritas nuk ishte pa polemika dhe disa kanë vënë në pikpyetje aftësitë e tij menaxheriale. Fridolin Ambongo Besungu, 65 vjeçari, është një nga udhëheqësit katolik më të zëshëm të Afrikës, duke kryesuar kryediocezën që ka numrin më të madh të katolikëve në kontinent, të cilën e shohin si të ardhmen e kishës. Ai ka qenë kryepeshkop i kryeqytetit të Kongos që nga viti 2018 dhe kardinal që nga viti 2019. Francesco e emëroi atë gjithashtu në një grup këshilltarësh që po ndihmonin në riorganizimin e burokracisë së Vatikanit. Në Kongo dhe në të gjithë Afrikën, Ambongo është thellësisht i përkushtuar ndaj ortodoksisë katolike dhe shihet si konservator. Në vitin 2024 ai nënshkroi një deklaratë në emër të konferencave të peshkopëve të Afrikës dhe Madagaskarit, duke refuzuar të ndiqte deklaratën e Franceskut, duke u lejuar priftërinjve të ofronin bekime çifteve të njëjtit seks, në atë që përbënte mospajtim me të gjithë kontinentin me një mosimdhënie papnore. Ajo është lavdëruar nga disa në Kongo për promovimin e tolerancës ndërfetare, veçanërisht në një kontinent ku ndarjet fetare midis të krishterëve dhe muslimanëve janë të zakonshme. À ceux qui sont loin d'abord et aux proches